Një ditë pas aksidentit tragjik që i mori jetën këmbësorit 76 vjeçar Gjovalin Nikoli, policia e Shkodrës ka vënë në pranga drejtuesen e automjetit 43 vjeçarin me inicialet ZK. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor, pas përfundimit të procedurave në vendngjarje dhe finalizimit të rindërtimit të skemës së aksidentit, kanë bërë arrestimin e 43 vjeçares me akuzën e shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor, pasi duke drejtuar automjetin ka humbur kontrollin dhe përpasoj ka përplasur për vdekje këmbësorin. Ndërkohë, gjatë 24 orëve të fundit, specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Shkodrës kanë referuar materialet në prokurori ku nisën procedim në gjendje të lirë për një 57 vjeçar, pasi u kap duke kryer punime ndërtimi pa leje. Edhe në vallën e Dejës u procedua po një 60 vjeçar, pasi edhe ky i fundit u kap duke ndërtuar pa leje. Ndërkohë, në polici një ditë më parë është raportuar se në fshatin Mesul dyshohet se për shkak të një shkëndije elektrike ka rënë zjarr në një stall në pronësitë e një 76 vjeçarit, ku si pasojë është djegur plotësisht stalla dhe disa bagti të imta. Materialet procedurale për të gjitha këto raste i kanë kaluar prokurorisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme.